Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet roli i ri i Kiarës dhe Luizit në Big edicioni 5. Surpriza që askush nuk e priste. Spektakli më i ndjekur në Shqipëri po përgatit një seson të ri, plot risi dhe surpriza. Bigu në Shqipëri, ende pa nisur, ka filluar të trazoj rjetin me zbulime bombastike. Së fundmi, burime pranë produksionit bëjnë me dije se Kiara Tito dhe Luiz Eili do të kenë role të veçanta dhe shumë të rëndësishme këtë edicion, duke rikthyer dy nga figurat më të dashura për publikun. Pas suksesit i jashtëzakonshëm në Big edicioni i dytë, ku historia e tyre e dashurisë u kthye në fenomen kombëtar, emrat e Kiarës dhe Luizit vazhdojnë të jenë magnet audience. Këtë herë, ata nuk do të jenë banor, por do të shfaqen në një dimension krejt tjetër. Sipas informacioneve jo zyrtare, Kiara Tito pritet të ketë rol prezantues në Prime në rubrika speciale, duke sjell elegancë, qetësi dhe profesionalizëm në ekran. Përvoja e saj televizive dhe lidhja emocionale me formatin e bëjnë zgjedhjen më së logjike për produksionin. Nga ana tjetër, Luiz Eili pritet të ketë një rol motivues dhe surprizues që mund të përfshijë ndërhyrje të drejtpërdrejta, sfida speciale ose komunikime ekskluzive me banorët. Burimet pranë topit flasin për një figurë mentori emocional që do të trazoj lojën dhe do të ndikoj fort në dinamikat e shtëpisë. Ky kombinim ka entuziazmuar fansat, të cilët prej kohësh kërkonin rikthimin e çiftit ikon. Pa Luizin dhe Kiarën nuk është i njëjtë, shkruajnë ndjekësit në rrjetet sociale, duke përshëndetur lajmin me komente pozitive dhe urime të shumta.